në momentin që Zana Guxholli bën lek edhe ke bërë me merit, njerëzit thonë shkon leku tek leku, shkon leku tek Ermali. Është një shprehje me taban popullor apo ka një të vërtet në këtë mes? Është shprehje popullore, po që ka një të vërtet aty mbrapa, se jo më kot populli nxjerr fjalë të urta popullore, përgjithson eksperiencat shumë vjeçare. Do themi ne pse është kështu. Është kështu sepse në përgjithësi njerëzit janë të ndarë me aftësi, cilësi, të rritura në kontekste familjare dhe gjeografike të ndryshme, në kushte ekonomike të ndryshme, kanë karaktere të ndryshme, kështu që dhe objektivat e tyre për të ardhmen zhvillohen në mënyrë të ndryshme. Pra, po më thua në përgjithësi, ai që bën para është ai njeriu i cili thot gjithmonë që kjo bëhet. Nuk thot kur nuk bëhet, po turet të zgjidhi problemin, jo të analizoj dhe të merret me problemin. Është ai njeriu i cili paran që bën nuk e shpenzon vetëm. Për shembull, një mjek bën shumë para dhe është relativisht për ne i pasur, por nëse ky mjek nuk i investon diku ato para, vjen një moment kur ai pushon së punuari që këto para i mbarohen. Prandaj, ai që bën para është ai që e merr paran dhe jo vetëm e shpenzon si një njeri që ka rrogë të mirë dhe blen makinë, blen shtëpi, shkon me pushime, përdor për arsime tjera, por e merr këtë para dhe e fut në punë, e fut në lëvizje, pra ka një ide sipërmarrëse, e investon dhe në këtë mënyrë paraja rritet, qarkullon dhe i shtohen atij parat. Ka një kulturë të trashëguar, ka pasur mamin, babin, motrën, vllajin, apo edhe një njeri që nuk ka pasur lek mund të bëj lek? Edhe një njeri që nuk ka pasur lek mund të bëj lek, po mbasi ai fillon bën lek, pastaj paraja shkon tek ai, se ai di ta menaxhoj dhe ta lëvizi këtë para në mënyrë të tillë që ajo t'i shtohet. Paraja po s'lëvizi dhe po nuk ushtua, vjen një moment që nuk ka më ç'të nxjerrin në këtë histori. Është njeri që merr rrezik, është njeri që merr një rrezik që hidhet dhe është i përgatitur dhe për humbje dhe për fitore. E beson ti Amarildo që ti që s'ke pasur një trashëgimi pasurore Albanën me lek, Ermali me lek, mund të bësh befas lek? Mund të bëj njëri sot që nuk ka një histori pasurie? Na kena një shembull shumë shembull i kena në Shqipëri, sepse 99% e shqiptarëve nuk kanë pas pasuri të akumuluar dhe ja ku jena sot me një popull sipërmasish, jo vetëm në Shqipëri, por në çdo cep të botës ke shqiptarë që kanë ngritë sipërmarrjet e tyre. Po ke edhe nga ana tjetër shumë shqiptar të varfër. Po diskutim që po. Që të jemi realistë se u bëm të gjithë të pasur. Po diskutim që po. Ti konsideron veten sot të pasur? Unë e konsideroj veten të mirë qenë. Okej. Që bën diferencën nga i pasuri? Po diskutim që po. Albana? Patjetër. Sa e pasur je ti Albana dhe unë nuk e di. Gjyqën pas ka dalë nami një herë që më ke thirrë në emision që unë jam e pasur. Por a bët leku kollaj se ti ri shumë të tabani, unë nga të më vazyshën, a e ke besu këtë shprehen që më të drejt që ta marrit, prapër Malpeçi me lek, shkon leku tek leku? Jo, unë në fakt duke referuar kësaj shprehes popullore, se është e bazuar në popull, zakonisht ne e përdorim leku shkon ke leku kur martohen këto kur bëhen enkas. Rangu, po i them, do të thonë të pasurit, do të thonë leku shkon ke leku, ëh? Është vërtet zysha? Historinë ne këtu kështu e ka historinë, leku shkon ke leku, martohen domethënë që të duket të drejtë si politik, si prind që vajza djali yt të martohet me ata të nivelit tuaj si prind familjar? Nuk më duket e drejtë, por mendoj që nga situata, nga koha që ne jetojmë dhe nga thashë themet që dëgjojmë, mendoj që më duket se është një çik qasje e tyre, domethënë që gjithmonë kërkojnë që kur të krijojnë lidhje të krushqit apo që të martohen fëmijën dashurore, kanë përshtypjen që ka dhe një çik ndonjë indicie, mendoj, qoftë për ta drejtuar, domethënë fëmijën drejt një djali apo vajze që vjen nga njëjta histori. Domethënë që ta drejtosh ke ai personazh që është në rangun tat, që i themi ne. Kemi bërë mirë si prindër nëse ti orienton djalin apo vajzën të shkoj tek leku zysha? Me që e ndjeva që pohove me Albanën që historia kështu është. Tek lidhjet e dashurisë të krushit. Më përpara atë kuptim ka patur, po këto vitet e fundit ka ndruar pak. Ka ndruar pak sepse thuhet që më të pasur bëhen gjithmonë ata që janë tashmë të pasur dhe atyre ju rritet pasuria. Kjo ka një, si thuash, përqasje tjetër. Është e vërtetë që në Shqipëri diferenca midis atyre që kanë para, që janë benestant, pra që janë të mirëqenë dhe të pasurve, është shumë e madhe. Dhe numri këtyre që kanë para është shumë i vogël në krahasim me numrin atyre që s'kan para. Shto ekonominë shqiptare cop-cop, shumë e brisht, anemike,
që nuk ofron do të shumë për të rritur standardet, rritja ekonomike që themi ne me terma ekonomik janë të pa ndjeshme për nivelin që të kesh që ta ndjej niveli i xhepave të varfrit ose të çdo njeriu duhet të jetë shumë e lartë, duhet të jetë 2 shifrore, 2, 3, 4 nuk do me thënë asgjë, është më mirë se hiç, po nuk do me thënë asgjë, kështu që ata njerëz me rroga aq të vogla, me pensione 100.000 lekë, që ka dhe me 80, asgjë bëhet fjalë të diskutohet që ati do t'i shtohen parat. Tashi ajo ka ardhur për shumë arsye, ka dhe arsye personale, po ka shumë dhe arsye shoqërore, mënyrën se si sociale, si drejtohet vendi. A ke dyshuar ti Zysha kur ke dëgjuar që unë, në rastin tim po e marr, dash zoti më dëgjon dhe më shtohen, po pasurohem me njerëz shqiptar thonë, po fshihet diçka. Domethënë pse pasurimi shpejt lën gjithmonë vend për debat. I Zanës, i Ermalit, i njerëzve që deri dje kanë bërë një jetë standarde. Lë për të dëshiruar, sepse parja nuk mbin dhe nuk shtohet pa pritmas në 1 sekond. Dhe ata që folën pak më parë në dhe kolegu dhe unë Amarildon, flasim për ata njerëz të cilët guxojnë, po do kalojnë ja 2-3 vjet minimumi që ata të fillojnë të prekin pare në mënyrë të dukshme. Nuk mund të vi parja në moment, sa po ti vendoset fillosh një aktivitet. Pra, shtuan në një investim normal, të paktën një 2-3 vjeçarti duhet minimumi. Çdo njeri ka riskun e vet, analizat e veta. Që njeh pak ekonominë e kupton që kur ngrihet një si biznes dhe ai dyqani i ri gjithmonë bosh dhe nuk shkel asnjëri, ti vë pikë pyetjen, po mirë, në mes në qendër Tiranës ku qirat janë në qiell, me çfarë paguan ky qiran, me çfarë paguan gjithë shpenzimet e tjera, kështu që këtu fillojnë lindin dyshimet. Por dyshimet në fakt e ka ndonjën ke paraja e pisët që glon, që vjen me... Ka me shumica akoma, Zysha? Sa duash? Shumic thua, po si s'ka, ti shife që ke kursi i këmbimit, ti shife që ke ndërtesat 10 rakatëshe që ngrihen dhe që janë bosh. Në biznes kuptimi është që harxhon për të prodhuar diçka që kur ta shesësh, të mbulosh ç'ke harxhuar dhe njëkohësisht të kesh më shumë që të mund të shtohesh dhe të vazhdosh biznesin. Ke dyshu, të kanë dyshu, sa shpejt të bëj pasur Amarildo, që rritja gjithkohës me Albanën, Albana dhe Ermali ngel në të njëjtën kafe, ndërkohë që ti nga javë në javë, po them ullton e bën lukset e tua. Kur thua mirëqenien e kam okej, e krahason me të tjerët si ngjatshëm me ty? Të vogël fare, nëse ky bëhet i pasur dhe është i pasur, ky nuk në kafe, ky nuk udhton, po ky ri ditë e natë atje në biznes që të rrisi sa më shumë. Zysha, ka shumë të tjerë që kanë lekë dhe duan ta bërtasin. Mos ngatroni ata të mirëqenët që tha Amarildo, domethënë kur ke një të ardhur shumë të mirë që të lejon ta bësh këtë, por dhe e shpenzon në këtë mënyrë, po ti nuk do lesh mbrapa asgjë, ndërsa ata që hyjnë biznesit, ata kërkojnë të lënë pasuri. Ndërkohë është bosi. Je bosi? Unë e kam themelu... Jo, nuk e kam thëndisja personale, por çfarë ndjen në fakt nga kjo dëshira që të gjithë befas duan të bëhen të pasur, duan të bëhen dikus financiar? Shiko, jo befas. Është një mod? Jo befas. Historia ka të regu që njerëzit kanë gjithmonë aspirata me jetu më mirë, me kanë dikushi, se është egoja që i shty. Ka shumë beta që e kanë këtë dëshirë, por nuk munden. Nuk ja dalin, nuk i lëdot Zana, Albana. Nuk munden, po edhe nuk mundohen për atë punë, sepse, shiko, dëshira, po të bashkohet me konsistencë, me një vlerë të shtume që ti i shton për shkakun një biznesit apo zgjidh një problem, do kesh gjithmonë një të ardhmë më të mirë që do të vinë. Po nëse ti shkon deri te rangu i dëshirave, ti mund të kesh shumë dëshira në jetë, po 99% e tyre po veprim nuk do të realizohen kurrë. Kështu që nuk ka vetëm, si më thon, efekti i dëshirës që ne mundet me na nxjerr nga skamllëku. Po një 2-3 vjet që thot Zana që është një investim që duhet të presësh, është minimumi edhe për ty, një 2-3 vjeçar i mirë, investim, pritje, durim. Ndoshta edhe më shumë, po jo pritje, durim, po veprim, aksion masiv, gabime, dështime, rrëzime, zgjime, dhe gjitha fort në atë janë. Pritja është përfitimin, jo për puna duhet akoma më intensive në ato vite. Albana, ne të dy duhet të çohemi, televizioni dhe muzika, arti janë është terreni më pak me lek, apo nuk dini ju të bëni lek? Ku flasë ju artistët... Zysha dhe Amarildo, ose dhe juve që po e trajtoni si te, mendoj që është pak më e thellë, domethënë në biznes. Ndërsa unë që jam, do thuash edhe ti biznes bën një farë mënyre. Por unë nuk dua t'i hyj kaq thellë, domethënë sepse puna që bëj unë, sigurisht që sjell të ardhura, absolutisht,
por nuk jam fokusuar ke një biznesi mirë fill. A duhet të ishe fokusuar tek paraja? Është legjitime Albana të mendosh të bësh sa më shumë lek, shpreha se është lekiste apo është lekist. A duhet ta duash deri ku mund ta dashurosh ti paran dhe e dashuron sot që ne flasim? Unë e dashuroj deri aty ka i limiti që unë mendoj që bërë qavet zotit jam okej. Okej. Do të bëj një jetë normale, nuk lakmoj për hir të vërtetës, ndoshta më dukem çike çuditshme. Pra nuk shqetësohesh se Zana dhe Ermali kanë të ardhurat? Absolutisht fare, nuk më... Po shiko, të ardhurat tona mund t'jenë më të vogla se të Albanës. Po unë i shpjegoj se jam ekonomiste në këtë mënyrë. Prandaj Jo, nuk kemi në qasje personale, se kanë fare. për personale, kanë për njerëzit. E kanë për njerëzit në prandaj po them përgjithësi. që- Rrogtarët në përgjithësi janë benestant kur kanë punëra të shumë paguara, ose kur bën punë edhe ekstra si që bën Albana, bashkohemi këtu, pavarësisht. Ky nuk është biznesi mirëfillt. Ky është njeri i përkushtuar, që punon shumë, por prap nuk ka atë mendjen sipërmarrëse dhe krijuese që ka ai që hyn dhe bën biznes dhe do thoja, domethënë që mos kam lidhje me këtë gjë. Çfarë të bën ty të pasur? Çfarë mendon ti që do të ishte një ardhur më jore e jotja që ta etiketoje veten të bëje atë çfarë dëshiron, mos mungonte asnjë gjë. Ka një çmim që konsideron që mund të rankonte ty? Ka një tavan sigurisht, por në fakt nuk i kam bën një herë llogari, se po ti bëj do më luaj fare, domethënë, kështu që i kam lënë kështu. Si bashorte, si prind, si të gjitha në Shqipëri. Albana artiste, si mund t'i bëj artistja këto lloj llogari? Po, edhe i bën sysha, se ndryshe nuk ka dalin dot. ti do një çmim nga mua. Jo. Kam një ditëlindje, kam një ditëlindje pas nesër, nuk dua çmimin, jo. Po dua ta kuptoj. Sa është sot? 5.000 euro që kjo të ndjej veten rehat. Personal apo në çift kur jenë jetë Personal bashkëtorë? do thoja, pastaj si familje, si familje do shkoja, varet sa fëmijë ke. 2 vajza kam, por... Ka njëri sot 5.000 euro zysha që të marri një Po rrot s'ka mujore. pra prandaj po them unë edhe ndërkohë kur kushtet e jetesës dhe Pra ti dua pagesat që bëjmë në një ambient normal 5.000 euro do të ishin të 5.000 euro vlefshme. që ti jesh mirë, benestant. Unë mendoj që do ta kundërshtoj pak ndjes, por nëse ti kërkon, domethënë që të shkosh çdo fundjavë, ti bësh pushimet në Spanjë apo... Jo çdo fundjavë. Unë mendoj Ka raste pafunde edhe në Tiranë që Ato ata i bëjnë ata që kanë biznes dhe kanë fitim nga biznesi. ose ata që s'punojnë fare zysha dhe i marrin nga i marrin. Në këtë shoqëri që Po flasin për të palishmit, se ata janë një numër i madh që janë të shtuar. Kanë ardhur nga korrupsioni. 500.000 lekë. Ja pyetje pak Amarilën, Amarilë sa ultime doje ti herën e fundit që erdhe të unë u bën nami? Sa ultime doje në muaj ti? Ma ke thënë para një viti. 2 ultime, 3 ultime? Unë për hatër ultoj çdo funjavë, për dëshirë. Për mundësi që kam aktualisht, do një herë apo 2 herë në muaj unë ultoj aktualisht që jam. Po për hatër, për dëshirë çdo funjavë do kisha dashur me ultu në një vend që mund të kem edhe punë, po mund ta kem edhe për kënaqësi. Son shumicën e ultime i baj të lidhuna me punë, nuk baj ultime boshe, se e konsideroj hupje kohë shumë. A është smart një njeri që e fshe pasurin, nuk e bërtet? A ka një risë se po e bërtite, mund të marrësh kërcënime, mund ta kesh jetën në risk, mund të nxisësh dyshime ndaj pasurisë tënde? A e bërteti sot pasurin? Nuk zgjon lakmi, dhe kjo është diçka e zgjuar. Se njerëzit kanë lakmi, mani gjenë mund të kenë edhe çdo lloj forme me ta fut bishtin në rrota kot aty. Shiko, në përgjithësi, bërtitjen... Dysha ai që e bërtet paran e bëjnë ata që nuk janë aq të pasur, sa duan të duken, dhe bërtasin për të dukur të pasur, se ju duket një status, është çështje zgjedhje. Në përgjithësi, po të shofësh njerëzit që janë për kohë të gjatë në mirëqenie ose të pasur, tentojnë të jetojnë shumë mirë, shumë më mirë se dhe ata që duan të duken, por nuk i vënë rëndësi t'i bërtasi emri i firmës apo makina e mirë tani kur u thonë të duhet, po s'ka nevojë të bërtasi. Vuajmë nga kjo sindroma ende? Nuk ka nevojë të tregosh se në çfarë vendi shkove në median sociale pa mbarim apo në çfarë restorantesh dhe në çfarë. Po nuk e di sa aktive jeti zysha në Instagram. Në Instagram njerëzit e bërtasin. Nuk jam shumë në Instagram, jam në Facebook. A vuajmë ende nga kjo sindroma për ta treguar pasurinë? Është ballkanike, është shqiptare? E vendeve në zhvillim. Në vendet në zhvillim? Dhe tashti këto 30-40 vjet të fundit janë zhvilluar. Qesh kur shikon jetën e Albanës, ndërkohë Albana në mbrëmje bën jetë të zakonshme në Instagram, i jep vanitoze, çfarë ndjesie merr personale kur disa njerëz shiko, se unë nuk jam edhe artiste, më pëlqen arti, po s'jam vetë artiste. Unë jam kundra kësaj që njerëzit duhet ta dinë çfarë unë, çfarë vesh unë, ku shkoj unë.
një gjë që më bën përshtypje po e ndaj, se është një gjë e veçantë, po, pse jo dhe një pjatë që është shumë e veçantë, që nuk njifet. Dekoruar bukur e veçantë. Jo, edhe që nuk njifet, qatë themon ty të ra rastit të hasha të mishin Kobe, të famshmin, po them kot, japoneza, po ku di unë se çfarë, ose ca pjata. Që mendon deskuriozitet me të tjerët. Po jo në çdo restorant, në çdo ditë. Edhe veshja, gjithmonë ne gratë kemi qejf të kujdesemi për veten dhe të dukemi bukur. Po, s'ka sepse ta din. Unë pjatë në groshës e kam nxjerr, unë nuk nxjerr atë recetën, po unë groshën e kam nxjerr. Në fakt, Albana, kjo është qasje personale, po... Unë i bëj qik fani. Ka dhe për qasje personale, unë jam më shumë... Po jo, edhe ka si edhe ma afër publikut, që ke ndjerë Albana... Shumë e vërtet, më falë, është shumë e vërtet... Jo, së falë fare tani, se më këtë të prerë, tjetë erë tani, po... është shumë e vërtet, sepse duke reklamuar në thonjë, sa reklam, marketing është fundja. Punën tënde, në më thë njerëzit, për shumë për marë Albanën, njerëzit e din që unë jam violiniste. Dhe dije që kjo këtë bën. Je shumë mirë mbuluar. Në momentin që ti nxjerr diçka tjetër, që është jashtë jetës tënde artistike, kornizës artistike, shikoj edhe një shikueshmëri të ekstrem me atë gjën që unë bëj. Po shto dhe kushton kur nxjerr fasule dhe nuk nxjerr krudon. Po kështu, jo, edhe krudon po e me krudove unë fare. Unë thash, edhe videot që i kam jashtë profesionit i kam fani. Po tani, çështja është ti e bën këtë gjë se kështu është Albana, kush të një, unë e di, po flas, apo se ti mendon që ky është një kurt edhe për ata për të ardhur në Instagramin tënd. Unë e bëj që unë kështu jam, edhe në realitet. Por edhe më pëlqen që ta reklamoj këtë gjën. Po edhe kjo pjesa tjetër, pastaj jo, sigurisht që ti merr komente pozitive. Pjatat që gatuan vetë. E mirë, shiko tash e kuptoj ndryshimin. Unë nuk gatuaj. Kështu që prandaj nuk e kam këtë dëshirë. Me thënë drejtën, unë në një moment caktuar kur më ritën fëmijët që ikën dhe s'më duaj më të kisha ato tavolinën me s'mund ta kisha, unë hoqa dorë. Me thënë drejtën, më pëlqen shumë kur ma shërbejnë ushqimin ose kur e gatuajnë. Në ndryshim nga juve, unë e kam hobi, do me thënë si që e kam hobi gatimin edhe më pëlqen që ti reklamoj. Ja, prandaj është përqasje. Kështu që kjo është individual. Amarildo, a të bën leku njëri të mirë? Leku vetëm amplifikon atë që ai. Që do të thotë, nëse je më i mirë bësh më i mirë, nëse i keq bësh më i keq? 100%. Kë ke ndjerë më shpesh në rrethin shoqëror, i ka prishur, thuhet në zhargon njerëzit, apo i lartëson njerëzit? Njerëzit e vegjel, kur arrin me pas një dorë lek në dorë që janë të paprituna për ta, tregojnë vogëlsinë e tyre, kurse njerëz që nuk janë bazum të leku, apo janë bazum të vlerat njerëzore, ata thash amplifikojnë të mirën që i kanë për mrena. E beson teorinë që ata që kanë pushtet bëhen më arrogant, bëhen më të gatshëm për të skllavëruar të tjerët, ndoshta traumat që kanë pasur për t'ia reflektuar të tjerëve. Ka një perceptim që leku i transformon negativisht njerëzit. Leku realisht të fryn egon, edhe egoja manej ka këto efektet kolaterale që realisht ndodhin. Nuk është vetëm ego, do thoja unë. Leku të bën të harosh njerëzit në nevojë, se ti nuk je më i tillë. Unë do ta ndaja. Dysha ke hyrë ke dalë në politikë, në diskutime të mëdha. Po. Tash këtu ke ne është e pandashme, sepse pushteti ke ne, do me thënë para, lidhet me paran. Po çfarë ke ndjerë në këto vite karrierë të jashtëzakonshme që ke pasur? Njerëzit që kanë pasur leke, rriten me lekët, janë më të ftohtë, largohen më shumë, janë më arrogant, më të pasjetshëm. Jo, këtu bie dakord me Amarildon që në fakt ata vetëm nxjerrin në pa atë që kanë patur brenda. Kur nuk kanë patur para, s'kan pas ç'të tregojnë dhe se kanë treguar në momentin që ju vjen paraja në dorë, kur ata janë lekist, kur ata janë egoist. Zengjiniri. Kështu që ata zengjiniri. Ka lidhje me zengjiniri? Ka lidhje. Po. Kështu që unë me këtë bie dakord. Pushteti në një farë mënyrë të largon, të distancon nga njerëzit, rrethohesh nga njerëz që thonë atë që do të dëgjosh ti, kështu që ti humb sensin, ndjenjën e realitetit dhe prandaj nuk të shkon më mendja, largohesh dhe nga ata që kanë nevojë se i harron. Tash ca e bëjnë me dashje, ca pa dashje, ky është fakt. Albana, ti ke ndjerë që befas unë bëra i pasur, jam larguar, kam majtu distancë si thua, unë me Ermalin kam grënë, e kam pirë, sot Ermali bën sikur është ky i pasur i Tiranës. E kam ndjerë unë, qasjen time. Jo, flas, ka pasur raste që ke ndjerë që njerëzit të janë larguar, janë transformuar. Patjetër që po, janë transformuar. Nuk është e largese, është për mua janë transformuar. Dhe ti të vjen keq që ti thua që ti ke ndenjur me Ermalin dhe si nuk e pas këm njohur. Do më thënë, më duken shumë kamufluar. Sigurisht kemi pas rasta.
Po kemi dhe raste që unë mendoj që prandaj e cilësova, e etiketova zëngjinjëri. Kemi edhe në rrethin ton miqësor e familjar që mendoj që kur e ke të trashëguar biznesin të ardhurat, domethënë që ti vjen nga prindër që kanë mundësira ekonomike, mendoj që kjo më duket mendoj që është më e drejtë. Dikush që nuk ka pasur të ardhurat dhe befas pasurohet, në mënyrë të drejtë apo jo të drejtë është histori më vete. Ka më shumë gjasa të jetë më arrogant, ka më shumë gjasa të transformohet më kollaj, traumat e veta të i bërtasi se u bëj pasur? Po, e shpjegova më duket varet nga njeriu, nga natyra, nga karakteri, mendoj. Varet nga njeriu. Nuk e ndaj dot të gjën. Amarildo, njerëz që befas pasurohen e ndajnë mënyrën se si janë pasuruar, e ndajnë suksesin e tyre, apo e ruajnë për vete? Apo është mirë me rujt sekretin e pasurisë? Ata që janë të zgjuar, mojnë rezerva, ata që janë pak më naiv, nuk është të ndojnë gjithë shka. Po ka i herë kur ndojnë je dhe moj ekspozum dhe riskut. Në rastin tënd, ke dashur të kesh 2-3 njerëz besnik të afër që e ndanë sekretin, apo do të kesh një pasurim personal? Kam plot rreth njerëz vete që i besoj, se nuk e menoj jetën, domethënë pa njerëz që mund t'i besoj. Është kohë e vështirë me besu, por unë shpresoj shumë të vlerat njerëzore, edhe du që të kem prap njerëz afër që të kem mundësimi i besu gjona edhe shumë. A është ende një pasuri njerëzore vlera e njeriut, apo sot nuk ka vlerë përballë lekut? Se më pëlqeu kur thua që unë vlerësoj atë çfarë njeriu është sot. Ka njerëz korrekt të mirë të besueshëm sot? Shiko. Mund punosh pa hile me Albanën, me Ermalin? Shumë pak. Apo ka shumë frikë me bërë një step me Zana Guxhollin? Ka pak. Unë po flas për eksperiencën time. Eksperienca jeme ka tregu që nëse unë do kisha humbë gjithçka, vlera që mbetet edhe që më vjen keq me hup është vetëm raportet njerëzore. Gjithçka tjetër është pjesë e kësaj loje që na e quajmë jetë, edhe let jetë ashtu si tjetë. Çdo njeri do reflektojnë të mbrëmshmen e vet në këtë lojë, kështu që nuk mund të them cila është e drejta e cila e gabumja. Edhe ti dhe Albana reaguat isitivisht për zuat në nëprisja e Amarildon. Shumë e drejtë kjo që thot, po janë shumë pak ata njerëz që të mbeten, dhe ti dhe kur varet nga pozicioni, nga puna që bën, je rrethuar nga shumë njerëz. Unë për shembull jam që i dua njerëzit dhe nuk jam njeri i vetmuar që të dua të ri vetëm, të iki vetëm me pushime. Vetëm kupton këtë gjë që ajo turmë e madhe që të rrethon, o kur ke bërë shumë para dhe në një farë mënyre duan të përfitojnë, ose kur je në një nivel në pushtet, por që me të mbaruar ky status i yti, njerëzit largohen. Ama ai grush njerëzit që ti i ke patur, që ato lloj miqësish i ke mëkuar, i ke ushqyer, ata nuk largohen. Dhe kjo është vërtet më e shtrenjta. Dhe unë e shoh tani, ajo që ti jep një lloj kënaqësie, sidomos kur vjen se unë jam në mbyllje, ashtu quajtur karrierë profesionale. Kënaqësia më e madhe është kur ti shef një student, një njeri me cilin ke punuar, që ti jep mirënjohje, që të kujton, janë avion isha kur u ktheva nga Italia dhe një ish student më tha mbas s'më mban mend, po edhe ti jep kujtime dhe përshtypje dhe kjo në fakt të ngro. Por fatkeqësisht është me breza ka përqasje të ndryshme. Brezi i ri me cilin unë punoj nuk para e kupton këtë. Ata janë shumë teknologjik, shumë teknik, më të ftohtë, sepse shumë gjëra i kanë gjetur gati, nuk e kuptojnë se si do arjen, lidhjet i kanë të ndryshme dhe kontaktet sentimentale, ata i kanë elektronike më shumë se si kemi pasur. Unë mendoj që është edhe një çik xhelozia, prandaj thash që njerëzit janë bërë pak më të këqij. Më të këqij. Xhelozia, domethënë, është ndaj pasurimit të tjetrit, ndaj jetës së tjetrit. Unë e shoh më së shumti në disa aspekte të jetës. Në çuptim, pse ka mundë se ka Albana, pse ka Albana se ka Ermali? Patjetër. Pra krahasimi që bëj me njëri tjetrin? Sepse nuk e kuptojnë që duhet bazohet në merit çdo arritje dhe ju duket vetja një lloj. Ku ka merit sot gjysha akoma? Në merit, sakrificë Jo, flas në mas, nuk e kam me ty pa. Jam shumë dakord me Zyshin. Sot as për CV nuk të pyesim. Saqë ne e themi çik në gënjej. E themi çik më hapur. Më hapur edhe, ose më në taban. Më të thënë, po me hajde bëje ti këtë gjën time. Dhe se cili pastaj ka
Po jo, vetë nuk arrin ta bëjnë dot dhe xhelozojnë për ty. Bile, e ditë që më Dhe të prishin edhe punë do E ditë që më kujtove, Mal, kam qenë njerë Nëse Albana merr 2.000 euro, hajde të unë me 500 euro dhe të lënë Kam pa qenë punë në një fare. emision tëndi, nuk e di janë ke ndjekur, dhe mbasi kemi dalë flitej për punën, për dëshirën për të punuar, pse unë vazhdoja punoja, më kanë kryqëzuar, më kanë pushkatuar, që pse sikën mi plake, leo mi vëndin të rinjve, si mban vëndin ti, dhe unë dhash e mora, se mundoha t'i sqaroj, pastaj i thash, dëgjoj, më gjeni një njeri që ka bërë, ka i shkolla sa unë, ka i vite pune, që ka 1, 2, 3 vite shkollë, kualifikime akademike, se ne në universitet kemi përveç 3 niveleve të shkollës, Janë formimet kemi dhe doktoratura, masteri, i asociuar. Master, doktoraturë, shkollë, pastaj janë titujt akademik, profesor i asociuar, profesor. Në qoftë se keni një, dhe ai njerëz mund të jetë 20 vjeçar, sillej që këtë minutë të garantoj unë që e lëshoj vendin tim. Po se kuptojnë njerëzit këtë. A ka ko paraja? Pra, mendon që njeriu deri në të 50-at mund të bëj para dhe pasaj të riqe që të bëj Albana, po shkojmë tani te këto komentet që kanë me të drejtë zyshën e kanë irrituar në atë program. Ka njerëz që mendojnë që boll bëre lek, apo është e pashmangshme dëshira për të bërë lek? Flasë për moshkull, në flasë se më nësi... Mendon që ka diferenca, bën mashkulli më shumë lek se femra sot, apo anasjetas? Mashkulli është ai që ka për detyrë me sjell lek në shtëpi. Jo se nuk bën femra më shumë se Po ja, mashkulli. ka për detyrë. Po ne shkretat që kemi bërë më shumë se meshkuj gjithë jetën, si t'ja bëjmë. Kujdes që jemi 2 super gra në krah, kështu që mendoj burra. Dhe kisha thonë këtë të rast. dalësh gjallë nga programi. Femra burnesa. It's okay. Se burneshat janë ndryshme. Respektohen absolutisht kushdo që i bjen lek në shtëpi, respektohet, por... Po që ne ende ruajmë traditë që burri sjell më shumë. Si detyrë ka Shoqëria jon. Mashkulli protektiv. Megjithëse dhe këtu kanë ndryshuar, Amarildo. E po gra që i kenë biznes, unë kam shoqe shumë të suksesshme. Po a i bëjnë gratë e suksesshme inferior meshkujt? Po. Jo, unë mendoj që jo. Duhet jetë një femër shumë e zgjuar, shumë e matur, shumë largpamshme për mas me e ul mashkullin kur sjell më shumë lek në shtëpi. Po jo, nuk e ull. Në format ndryshme. Jo drejt për drejt, po ka forma. Më lanë 2 gra pa folur. Pra ti mendon nëse gruaja ka para më shumë se mashkulli në fund të muajit, ka një çedim Ka më shumë forcë. Ka më shumë forcë? Pa Do diskutim. kjo ndodhte edhe në kohën e Enverit. Kjo ndodh Ne që gjithmonë. punonim në universitet, Më fort na rritej çfarë rroga thini? me shpejtësi dhe se bën Te merrni më fjallat, shumë se burrat. argumentit, te pushteti. Ti e mendon sepse se është Albana nuk e sot mendoj këtë, jo, nuk që një grua Jo. që sjell më shumë të ardhura e komplekson mashkullin, Unë partnerin, do thoja burrin? përkundrazi. Përkundrazi. Gruaja është më kokullur në këtë drejtim. Duhet t'jesh e zgjuar, domethënë që ti ta bësh të ndjehet shumë mirë partneri jot, pavarësisht se partneri i jot është rritur në një rreth, është rritur në një rreth ku burri është burri. Burri sjell më shumë lek. Tash kanë ndryshuar, Amarildo. Ka ndryshuar, pra ka ndryshuar. Dhe në momentin që ti tregosh e zgjuar, që ti nuk e shpërfill, nuk e tregon që unë fitoj se ti domethënë. Për mua Po, Albana, unë do thoja edhe këtë se unë duke qenë se punoj me brezin e ri, Amarildo tash ka plot çuna që se kanë për gjë, e deklarojnë dhe janë shumë të lumtur që marrin një gocë të pasur që parat ose që punon dhe parat e sjell ajo. Ku janë këta çuna, nuk di që të Edhe ja, ketë çuna zgjidhje. ka, që thonë që partnerja ime merr më shumë se unë? Po. E pranoj pas një teklif, pas një problem? Po, ne rim thonë ajo punon. Janë bëhet çunat, Zysha pas ka një brez shumë modern, afër vete. Dëgjoj. Janë bëhet çunat princesha. Janë bë princesha. Po të dëgjoj ti që të s'ka rast, se do po të ditëm, ose duhet kalojmë nga shkolla e Zyshës, ti takojmë ta Jo, njerëz. shkolla, 1 minutë Zysha shkon në shumë shkolla, kështu që Në një nga universitetet, po. Te shteti shkon, që keme shumë i sa të duash. E beson këtë gjën, që janë shtuar rastet e meshkujve që pranojnë me shumë qejf që gratë e tyre të dashurat partneret bëjnë më shumë lek? Nuk ka asnjë gjë të keqe. Bile i pranojnë partnerët dhe më të mëdha janë mosh. Mirë, kjo është muhabet tjetër. Po tash me Tu qëse jemi në një muhabet tjetër. Nuk ka asnjë gjë të keqe që 2 partnerë me sjellin lek në shtëpi. Edhe po sjellin dikush më shumë, po sjellin dikush më pak, nuk ka nomi, e din. Unë gjithmonë e shoh në aspektin tem besimet të mia, si jam rritur, ndoshta jam gabim, po kështu më pëlqen edhe kështu më duket më. Jo, s'ka një të keqe dhe mund ne respektojmë ndihmën e xhakujt. Pra ti je ende partizan që mashkulli. Po, që nuk ka debate. Ne jemi në një realitet. Jo, është çik, më fal, çështje se sa të ecën ty në jetën, se është çik dhe fat kjo gjëja, mendoj. Shiko, jo, për këtë nisëm bisedën, është me fat, është me inat apo është me punë të bësh lek? Unë kam fatin për shkakun që më ka ecur kjo gjëja. Të bësh lek. Partneri bi fjala
Nuk është vetëm që t'ka ecur, po nuk është nëse që janë është të shumë ndryshëm. punëtor, po nuk e ecën o vlla, janë sa E ke besuar këtë zhargonin që thuhet her pasere? Unë më egër, nuk them nuk i ecën, po ai është një njeri që ashtu e ka zgjedhur jetën, ato objektiv ka vënë, nuk është aq ambicioz, ka shumë raste që njerëzit thonë pata fap. Nuk me ecë, se kisha me risk. Pati bëhet. Edhe duhet të më besosh, nuk flas për partnerin tim, po flas për Po flas në përgjithësi. Të dim raste se Pra ti thua që njerëzit investohen, po që nuk u shkon. Investohen, janë shumë punëtor, e kërkoj punojnë. Ka bëj dhe fusha në njerë, por dhe fusha. Ka bëj dhe fusha. Më rëndësishme. Baro histori dhe gjeografi edhe nuk të ecën, më vlla, ti nisesh të ngresh një biznes, nuk të ecën, edhe shumë bukur shpar që ti shkon në dyqan, ti investon ke ky që po bëj një dyqan, po e ngre biznesin, po marr mallin e tjera, ti nuk ose nuk je i aftë, mendoj unë, por ose edhe nuk të ecën ç'është e fati. A ka një depresion? Në Shqipëri nuk ka rregulla, derisa s'ke ligjet ndrojnë vazhdimisht, rregullat ndrojnë vazhdimisht, është gjëja më e zakonshme të ndodhi që ti me përpjekjet e para të falimentosh. A ka një depresion financiar? 4 vite e para bin për tokë. Ka një depresion financiar? Mund të hysh në depresion nëse leku nuk po të kthehet mbrapsht, është një situatë që mund ta pushtojë shumë njeriu. Moshkulli përjeton në ronë, përgjithsisht. Unë kam kaluar faza të vështira psikologjike, po shqyrëzori kam pas fatin që kam një gru shumë mështetëse. Aty e kam kuptu se usha gruja jeme, unë e kam ditë se mua e më ka njoft pa lek në gjep, po në këto situata kam kuptu se qarë forcët është një mështetje në momente vështirësa, atë s'ka nevoj moshkull, një fjallë kuaj. Me një fjallë e prish, me një fjallë e ngrejtë. Femra po tjetë në biznes dhe në punë, të njëjtën gjë. Është më mirë me njoft dikë me apo pa lek në xhep, Zusha? Unë nuk them që nuk e bën distancë diferencën, jo? Unë fëmijët e mi kam thënë, shiko, edhe kështu që ti thuash që vetëm dashurohet, merret varfër dhe mos ditë punoj edhe ta mbashti, dhe ashtu nuk i thuat. Unë jam përpjekur se nuk i mëson dot me urdhra fëmijët, po me shembuj dhe indirekt, po, që gabim base i kam mësuar që do shkosh në shkollë, se mund t'i kisha mësuar dhe do bësh biznes që të pasurohesh, dhe përpiquni që shokun dhe shoqen e jetës ta gjeni të barabartë, si ju, që përpiqet të punoj, të mbaj një familje dhe të kontriboni të dy një lloj. Nëse do ndodhte e kundërta, nuk do ishe përjashtuese? Nëse do të ndodhte apo? Jo, i respektoj zgjedhjet, patjetër. Kjo do ishte dëshira ime, po unë jam. Që Albana që i thon Manjolës lidhur me Ermalin që është me lek. Fëmijët e mi kanë marrë të barabartë. Fëmijët e mi kanë marrë barabartë. Çfarë qëndrimi ke për këta prindër që i rrisin gocat e tyre për të shkuar me dje me lek apo anasjelltas? Pra që i thon, nuk thash, nuk më pëlqen fare kjo. E shikon të shtuar, e shikon si një trend të ri? Po, e shikoj. Okej. Kam një shprehje për ty Albana, pastaj për Amarildon dhe Zyshën dhe largohemi. E lexojmë tani së bashku shprehjen e Albanës. Më thuaj Albanës se je dakord e ke të ledi këtu, unë po e lexoj për ty. E para për Albanën thot: paraja të req parat, moralin e lë mënjan. A ka moral në para dhe në dëshirën për të bërë para? A ka lidhje paraja dhe morali bashkë? A ka lidhje morali tek paraja apo të bën të pa moralshëm? Nëse ti e ke ndarë mendjen të bësh para? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Nuk është përjashtuese apo definitive? Ka dhe raste. Ka dhe raste, Zysha? Ka dhe raste, kështu po jo. Nuk do thuash se ka njerëz që... Shkojmë tek Amarildo, nga morali dhe nga paraja, shkojmë tek Amarildo, shpreha jote thot kështu. E lexojmë tani për Amarildon. Leku nuk rrit tek ata që nuk e din ta mbajnë. Jam shumë dakord. Si me ditë me mbajt lekun? Leku është si ujë, është likuiditet. Pra quhet likuid. Duhet shkojmë afër burimit, krijojmë kanalin, edhe atë kanalin dim ta degëzojmë, ta lajmë të rrjelli. Përndërsh një lek i majtun i ngurtësuar është si një ujë i nejun, që nuk sjell asnjë të mirë përveç se i bjen vlera për. Po një lek që vetëm shpenzohet. Më ndihmove, më shpjegove atë shprehjen tonë që e kemi në teknik në financë, likuiditet. Dhe një kompani jo likuide, për një farë kohe duhet ta falimentosh, por nuk e nes funksionon ky rregull. Dhe ja ku shkojmë pastaj në faliment. Po ama një lek që shpenzohet pa karar se një jetë kemi, je partizani kësaj shpreje? Shpenzoj o vlla lekun se një jetë kemi. Jam dakord me jetu 100%, po jo me
se çdo egzagerim ka pasojat e veta. Jo, nuk jam dakord fare. Unë jam shumë larg pam se si... Ke 2 lekë më njanti sot që flet me mua dhe në bankë edhe atë me 2 shekun mos ma thuaj më se bëna mirë në fundit, po ke disa kursime. Mos e të erdhë në shtëpi. Po, jo, nuk kam. I mojnë bank. Janë Ka disa banka të garantuara. Zysha e ka me ty, shpreja e fundit për Zyshën, më thuaj nëse e dakord apo jo, nga leku dhe të ata që nuk e mbajnë për Zysh Zanën, lexojmë tani të radhës. I pasur Zysha ushqen pasurinë e vet, i varfëri ushqen mungesën. Është ajo që çfarë thash në fillim fare. Ka një lloj të vërtete, sepse i pasur ishte ai që di ta marri paran, ta lëvizë dhe ta shtoj. Ndërsa ai që po flas, më thënë përjashtoj të varfrit fare se flas ata që nuk arrin t'i shtojnë, që kanë vetëm një rrogë dhe shumë dëshira dhe kërkesa nuk arrin t'i plotësojnë. Ata e kanë zgjedhur të jenë rrogtar dhe të përfitojnë nga ata që din të krijojnë punë dhe biznes, kështu që në një farë mënyrë po e vërtetë është, e them me keqardhje. Ne që kemi edhe me rrogë të mirë kur je përsëri je benestant, po përsëri nuk bën pjesë të grupi atyre që krijojnë biznes dhe investojnë. Edhe duke qenë rrogtar, po të kesh pak guxim dhe të marrësh rrezik, investon, blen bono thesari, blen obligacione të tjera dhe e bën paran të lëvizë. Pra njerëzit që rinë atëherë aty në comfort zone, Zysha të japin. Nuk merr rrezik, nuk merr rrezik dhe nuk je kaq i guximshëm dhe s'ke kaq mendje që të lëviz ose ke frikë dhe i mban lëviz me ato tua, ndërsa ka njerëz që edhe sepse janë tamam në biznes, riskojnë. Edhe ky grup futem dhe unë, që ato para që kam në një farë mënyrë investoj. Do thotë kjo që sot i bajnë njerëzit që bëjnë disa punë, është udhë se bësh disa punë paralele sot të mbjetosh? Tash këtu në Shqipëri këto janë kushtet dhe përsëri kjo është, flasim këta që bëjnë disa punë, nuk mbrin ke këto vlerat e mëdhaja që i kanë ata që kanë rroga shumë të mëdhaja. Ata i bëjnë për të rritur një mirëqenie dhe këta janë rrogtarët. Nga që rrogat në Shqipëri janë shumë të vogla, ai detyrohet të japi kohë nga familja, nga argëtimi, nga pushimi, që të garantojë një lloj mirëqenie për familjen. Dhe mirë e bëjnë sepse të vjen keq, fëmijës do t'ja plotësosh ato që kanë. Nga ana tjetër, ai ka një humbje të jashtëzakonshme, ai prind i cili humb kohën më të bukur që si kthehet më kur mbrapsht për jetën familjare me fëmijët e vegjël. Çfarë nuk ble sot leku tek Albana? E ke bindje jete, e ble lumturinë, e ble një shoqe të mirë, e ble një shok të mirë, e ble një punë të mirë, apo ble gjithçka sot leku? Jo, nuk jam dakord. Leku për mua është thjesht që ti të bësh një jetë komfort, domethënë kaq, nuk mund ta blesh dashurinë me lek sot? Absolutisht. Lumturinë? Tashi lumturia ka një çik lidhje me këto gjë. Një çika po dy çika. Je i lumtur normalisht. Ka lidhje, ka. Amarildo? Ka lidhje. Çfarë ble sot leku te ty? Ble një shok të mirë, ble një punë të mirë, ble një që shitet, blehet. Në treg. Çfarë ke blerë më së shumë ti përveç fizikës? Mund të jetë gjithçka që shitet. Mos e thuaj atë se u kujtova pra tregin që fola pak më parë, edhe ai ishte një treg. Çdo gjë që shitet mund të blehet me lek. Po ças blehet me lek ka ma vlerë se ajo që blehet me lek. Kush nuk blehet sot me lek? Ças blehet me lek janë ndjenjat që t'jep koha që i shpenzon me fëmijën tan. Po djem dhe vajza po dashurojnë me një tjetrin me kuletën e tyre. Ndjenjat që ke momentin që ke një prind mosh që është i gëzuar që shef tu rrit, ata nuk blehen me lek. Koha që ti shpenzon me njerëzit që don, një fëmijë të vogël që i shef të i ra një instrumente, për shumë nga këto gjana që nuk kanë vlerë që mund t'i... Duket klishe apo jemi ende në këto vlera, Zysha? Jemi ende në këto vlera? Ka grupe shoqërore që jemi, po nuk është masive. Dhe unë bie dakord me Amarildon, këto janë vërtet momente që nuk blihen me para. Unë do shtoja këtu edhe artin, kënaqësinë që t'jep arti, një pikturë e bukur, një koncert i bukur, një instrumentist shumë i mirë që luan, është po. Pa diskutim. Po edhe isha edhe një koncert para pak kohësh, vërtet të mbush. Ku të vjen Albana pa e paguaj 2500 euro, Zysha, roje, nuk të vjen. Jo, flas në... Albana është në punë atje ku shkon me para. Jo ato tjera. Në punë. Atje s'marr para, atë paguajnë rrogtare. Prokofjev edhe Ramaninov. U kënaqem se edhe unë pas Zyshën. Ju falenderoj të gjithëve, faleminderit që ishit në program, faleminderit për ndjesitë dhe mendimet tuaja. Ne do të shkëputemi, rikthehemi sërish në program, mos u largoni.